por sot bjen perdja e madhe e mashtrimit 8 mujor, në të cilin mashtrim na shton vazhdimisht se numrat për formimin e qeverisë janë, se ka shumicë se po bllokohet vullneti i popullit të Kosovës. Ja tani ka mundësia për të parë të vërtetën para popullit të Kosovës. Sot natyrisht nuk votojmë një ligj të zakonshëm. Sot mandatari duhet të prezantojë shumicën, që është thelbi i demokracisë kosovare. Mbi këtë shumicë do duhet të formoheshin institucionet e Kosovës. Për të formuar këtë shumicë, një njeri që fiton zgjedhjet ose deri pari nga zgjedhja, do duhet bënte përpjekje me çdo parti politike për të bërë një shumicë e më së paku talente këtë punë në ditën e fundit. Ditën e fundit është show popullist, siç është e zakonshme deri më tani. Deputetët e LDK-s janë të lirë të votojnë siç mendojnë, por deri më tani kanë deklaruar në vazhdimsi secilit prej tyre se pa marrëveshje politike s'ka kuptim të jetë shumica.